Kush nga vajzat është banorja më e fortë? Për mua Selin, po. Mendon të kishe Selin? Për mua po. Selin i tha unë do iki, tha nga krevati, tha. Ky i tha po ku do ikësh si do bësh, po me këtë flej Eriku të flej me Stelinën, ua tha. Me një burr tjetër, pse unë tas flema tha me një burr të martuar ta kam që kur kam hyrë këtu brenda. Ti qëndroni dhe një sekond, po jo se kishte strategjike ajo në ato që bënte, domethënë kishte bërë një plan prapa. Dhe ja tha atij që mbas këtij momenti kam një plan më pas ku ti Miri nuk je fare. Në momentin që ajo u nda nga shtrati dhe unë do ta ecë sot me bast, nuk do ketë më intrigën. Iku është larguar nga krevati, po. Unë them që bëri gabim. Selin? Pse? Po ndikuar e bëri ajo, nuk e bëri nga se zgjedhjet vetë. Gabimi më i madh që është ajo trysnia, që ajo jo se nuk e dinte, sepse shumë herë ajo thoshte unë e di që ndoshta në publik dal keq, por më erdhi keq që hangri provokimin Gretës të këtij çuni. Edhe të kësaj Inës që i dha dhe informacione nga jashtë. Ja dha dhe këtu ishte gabimi i saj. Është si ajo drama e vjetër, ta thash pak më parë, intrik dhe dashuri. Lere, çfarë është? Është intrik apo është dashuri? Pra ishte një ngjarje ai krevati. Dhe në këtë rast është e humbur, sepse me çfarë do merret ajo? Do merret. Di pse është e humbur ajo? Është e humbur me të vetmen frazë që tha që e futi Mirin në një thes bashkë me 5 djemtë të tjerë. Pik.